Imzot Lucian Avgustini, 1963-2016, veprimtar dhe dëshmitar i shquar dhe i dalluar. Jeta. Pas një sëmundje të rëndë dhe të shkurt kaloi në amshim Imzot Lucian Avgustini me 22 maj 2016, i peshkvi i Sapës. Ai ka lindur në Ferizaj me 23 gusht 1963, biri i Gjinit dhe Rozës. Gjergji Avgustini, që kanë pasur 10 fëmijë, si familje mirë dhe bekuar. Pagzimin e mori po ashtu në Ferizaj, në kishën Engjëll i Rojës, nga Imzot Similian Franjo Cekada, i peshkvi atëhershëm i Shkupit. Me 5 shtator 1963, kjo datë dhe ditë simbolike dhe e shënuar për ne, por edhe për mbar botën, na përkujton ditën e kthimit në shtëpinë e atit e së shën nënës Terezë, që në një mënyrë paralajmëron se edhe jeta e Imzot Lucianit do t'jetë ngushtë i lidhur me këtë emër. Me thirrjen dhe shërbimin e tij meshtarak, me njohjen e saj personale në katedralën e Vaudejës, që mbar titullin Nëna Terezë. Shkollën fillore e kreu në vendlindje ku ishte ministrant i rregullt, së bashku me Dot Gjergjin, tani peshkvin e Kosovës ose zyrtarisht Prizren Prishtinë. Pasi kreu shkollën 8 vjeçare, një mbrëmje e vizitova në gjirin familjar. Ndër të tjerë i thash: "Driton." Kështu e kam quajtur gjithnjë duke shqiptuar emrin e tij. Tash e kreve shkollën 8 vjeçare. Urime. Besoj se do ta vazhdo shkollimin. Por çka dhe ku ende nuk di, pra më trego. Ai sa do pak me marre i skuqur më tha: "Do të bëhem Don Lush." Të gjithë qeshëm në këtë përgjigje. Unë, për ta nxjerrë nga kjo situatë, vazhdova: "Driton. Nëse Zoti do, ti do të bëhesh Don Lucian. Driton, e jo Don Lush." Ashtu edhe ndodhi. Së bashku me Dot Gjergjin, u paraqitën për seminar në Suboticë, Paulinum, ku përfunduan me sukses shkollën e mesme. Fakultetin filozofik teologjik në Zagreb e kryen me sukses dhe sjellje të mira, gjithnjë së bashku. Me 15 gusht 1989, Imzot Nik Prela i shuguroi me shtar, duke treguar me dorë, fjalë dhe zemër se po i shuguronte për Shqipërinë martire, profetizoi. Ditë e shënuar dhe e paharruar, kur besimtarët tanë ishin të tronditur nga kjo ngjarje. Shumë prej tyre dhe të friksuar si peshkvi yn haptazi e përmendi Shqipërinë, lirinë fetare dhe demokracinë, atëherë kur edhe ne ishim në gojë të ujkut, siç thot populli. Me 10 shtator 1989, caktohet bashkëpunëtor i shtëpisë botuese Drita për punë të botimeve liturgjike, por edhe ndihmonte Imzot Nik Prelën si ushtrues detyre të sekretarit personal. Ishte i palosshëm dhe shumë i vullnetshëm për jetën dhe shërbimin meshtarak. Shpesh të dielave dhe festave ndihmonte famulitarin e Stublës, tash Imzot Rogxhon Lesha i arqipeshkvin e Tivarit. Zelli, vullneti, dëshira, entuziazmi i tij rinor, vërtet ishte i dukshëm dhe shembullor. Pas kurorëzimit të punës së suksesshme në botimin e mesharit romak 1992, më vonë edhe botimin e Biblës komplet në gjuhën shqipe, për herë të parë nga Kisha Katolike, 1994, fush veprimi rritej dhe begatohej. Përfundimi i kësaj pune të lodhshme dhe përvojë baritore dhe botuese e bën Don Lucian Avgustinin të përshtatshëm të emërohet drejtori i parë i Karitasit Kosovës. Ndërsa me 15 prill 1993, edhe famullitari i Ferizajt, ku shërbeu me zell dhe përkushtim deri në nëntor të vitit 1994. Shqipëria tashmë ishte hapur dhe bënte hapat e parë në liri dhe demokraci.
Mungesa e klerit, kishave, shtëpive të famullive ishin frymëzim për Don Lucian Augustinin, së bashku me Don Gjergjin, që shprehin dëshirën dhe gatishmërinë për të ndihmuar Kishën Katolike në Shqipëri me shërbimin e tyre meshtarak. Me 27 tetor 1994, me dekretin 501/94, Lucian Augustini që liruar nga detyrat në Ipeshkvin Shkup-Prizren për të qenë i lirë si fidei donim, dhurat feje në Arqipeshkvin e Shkodrës. Aty së pari ishte ndihmës famullitar, kurse me 14 korrik 1995 emrohet famullitar i katedralës Shën Shtjefni në Shkodër. Puna dhe veprimtaria ishte e paskajshme, por edhe feja dhe dashuria e Don Lucianit përballonin çështje të vështira dhe shumë sfiduese. Me 24 maj 1997, nga Papa Shën Gjon Pali II, që emëruar nga kapelani i tij me titull të lartë të nderit Monsignor. Imzot Lucian Augustini, edhe pse i ri në moshë, por i rryer në jetë dhe përvojë meshtarake, ati i shenjtë Benedikti 16 emroi i peshq të Sapës në Shqipëri, për ta zëvendësuar Imzot Dot Gjergjin, që ishte caktuar i peshq i Kosovës, 12 dhjetor 2006. Imzot Lucian Augustini ishte njeri i pendës dhe punës, mbi të gjitha juratës, për shpirtërisë dhe komunikimit me njerëz, besimtar për t'i dëgjuar, këshilluar, udhëzuar dhe për t'i thënë një fjalë të mirë, për t'u dhënë përvojën e fesë dhe begatinë e dashurisë së krishterë. Ishte apostull i vërtet në çdo fushë veprim, zelltar i pashoq, vullnetar i palodhshëm, dëshmitar dhe predikues i Krishtit dhe ungjillit të tij. Për të, koha ishte dhuratë, hir, pasuri për t'u ndarë dhe dhuruar të gjithëve. Si ta kishte një lloj parandjenje se koha po e ngut, mos të them, po e përndjek, hap pas hapi, si në ndonjë lloj vrapimi, për shpejtimi ka amshimi. Dëshmia, veprimtaria. Çka të cekim dhe dallojmë nga veprimtaria i Imzot Lucian Augustinit? Shumë çka, edhe pse jeta e tij toksore ishte e shkurt, gjithsej 53 vjeçare. Megjithatë, ai ka lënë shenja dhe gjurmë të pashlyeshme në kujtime dhe zemrat e njerëzve kudo, në Ferizaj, në Shkodër, në Vaudej, në viset e ndryshme shqiptare, por edhe në vende të ndryshme të botës. Ajo që binte në sy ishte qetësia, gëzimi, hareja, lumturia, vullneti për jetë dhe punë, komunikimi në vazhdimsi. Gjatë jetës pati detyra të vështira dhe më shumë përgjegjësi në një kohë pa kohë, po i përmendim vetëm disa. Shenjtrorja e Zojës së Shkodrës, pajtorës së kishës dhe popullit shqiptar, si dhe të gjitha objektet dhe subjektet në Shqipëri, kishin nevojë për rindërtim dhe merremetim rrënjësor, pas rënimeve komuniste dhe ateiste. Imzot Lucian Augustini ka udhëheq punimet në këtë shenjtrore, që nga viti 1998 ishte përgjegjës shpirtëror dhe baritor i të njëjtës shenjtrore. Si famullitar i katedrales së Shkodrës ka udhëhequr punimet dhe përfunduar ndërtimin e këmbanarës së kësaj katedrale. Po ashtu, ishte përgjegjës edhe për ndërtimin e kishës së re në Hotëri. Mirë po punët rreth ndërtimtarisë, ato kur nuk e kanë ndarë prej punës baritore, prej shkrimit dhe leximit, studimit, prej jetës dhe veprimtarisë meshtarake. Kjo më së miri është dëshmuar edhe në angazhimin e tij në Institutin Katekistik të Shkodrës, që nga viti 1994, ku ishte dalluar si mësimdhënës dhe pedagog i shquar dhe tehet i dalluar. Ligjëratat e Don Lucian Augustinit ende përkujtohen me shumë nderim dhe falënderim, mbi të gjitha me fe dhe dashuri. Viti 1997 për Shqipërinë demokratike ishte sfidë e madhe dhe shumë e rrezikshme. Flisnin armët, grupet dhe grupacionet, mbi të gjitha urrëtia akumuluar tashmë me dekada. Njerëzit mendonin se ka ardhur koha e për ta ndarë drejtësinë,
për ta marrë pushtetin në dorë. Besimtarët ndër ata edhe të krishterët ishin të hutuar, të friksuar dhe të habitur. Mungonte ndonjë zë me autoritet. Don Lucian Avgustini së bashku me përfaqësuesit e dy komuniteteve tjera në Shkodër doli në pa dhe ka kontribuar shumë për paqen dhe përmirësimin e gjendjes të jetë vështirë pas trazirave të marsit të njëjtit vit. Ai guximisht dhe heroikisht ju kundërvu të keqës, urrëtijes, dhunës së verbët, me fjalë, mësim, qortim dhe më shumë me jetë dhe me shembull. Për këtë kontribut, Këshilli i Bashkisë Shkodër e nderon me titullin qytetar nderi i qytetit të Shkodrës. Vitet 1998-1999 ishin sfida më e madhe për Kosovën, madje edhe për bashkësinë ndërkombëtare. Afro 1 milion njerëz ishin të zhvendosur në Maqedoni, Shqipëri, Maltëzi, kudo në botë, dukej egzodi biblik. Don Lucian Avgustini me bashkëpunëtor të Karitasit të Shkodrës angazhohet për pritjen, kujdesin, strehimin dhe sistemimin e të larguarve me dhunë nga Kosova, diku afro 8.000 persona. Një ndër fushveprimet e tij të dalluara ishte padyshim mbrojtja e jetës në të gjitha fazat, nga ngjizja dhe shtatzania deri te vdekja e natyrshme. Për këtë ishte antar aktiv i lëvizjes për jetën, duke luftuar vendosshmërisht abortin, dështimin dhe moskujdesin ndaj të sëmurëve dhe të moshuarve. Në këtë stil dhe domethënie ka ndërtuar pranë rezidencës qendrën për të moshuar, për fëmijë dhe të meta dhe pa kujdes, për nevojtarë dhe të varfër si shtëpia bamirësisë, ku Mons Luciani shërbente më shumë kënaqësi dhe lumturi. Aty përjetonte dhe dëshmonte shpirtin e bamirësisë apo të nënës Terez, si do të thoshte ai. Ishte ligjërues, konferencier i mirë në vende të ndryshme të botës, duke paraqitur historinë, lashtësinë, martirizimin tonë shekullor, mbi të gjitha tiparet dalluese të krishtrimit i lirë, arbror dhe shqiptar. Gjatë vitit 2014, më pati ftuar për misionin në truporën e Zojës Mari të Fatimas, në gjitha famullitë e peshvisë së Sapës, afro 1 muaj. Ishte për mua përvojë unike, kudo pati rast dhe mundësi, merrte pjesë edhe ai në kremtimin e meshëve, sakramenteve, në predikime, në takime popullin e Zotit. Çdo mbrëmje, bisedonim për ditën e kaluar dhe përvojat baritore, si dhe përgatiteshim ditën e nesërme. Aty e kam kuptuar ndoshta më së miri zellin e tij baritor, kujdesin e tij atëror për çdo besimtar, njohjen e tij të thellë të gjendjes shpirtërore, kulturore dhe shoqërore, frymëzimin e tij për shërbim dhe flijim shëmbullor. Me një fjalë, ishte vëlla, baba, bari, kujdestar, zelltar i pashoq për çdo njeri. Si përfundim, nga kjo që shkrova dhe theksova, mund të përfundojnë që Imzot Lucian Avgustini ishte një figurë ndritur dhe komplete e meshtarit të kishës katolike, një bari i peshk me zell të madh baritor, prej të cilit kam pasur shumë dhurata, karizma dhe virtyte, ndër të cilat spikasin feja e gjallë dhe vepruese, shpresa e fortë dhe e pathyeshme. Në çdo kusht dhe rrethan, mbi të gjitha dashuria flijuese dhe dhuruese për Zotin, kishën, njeriun. Mirëpo atëherë kur pritej prej Imzot Lucian Avgustinit, më së shumti u ndërprecja, hovi, vazhdimi. Zoti e thirri nga kjo jetë në amshim, përse dhe si, vetëm ai e di. Ne na mbesin shumë kujtime dhe përjetime të bukura ungjillore, shumë vepra që do të përmenden dhe s'do të harrohen. Na mbetet feja dhe dhurata si komunikim me Zotin, nëpërmjet tij, me Imzot Lucian Avgustinin, me të parët tanë që na prin në amshim. Letnicë, Ferizaj, 18 maj 2025, nga Don Lush Gjergji.